Nga një çift, tham do të kalojmë te një tjetër çift, por këtë herë një çift që s'do të na mësoj si me bo dasmën. Në fakt pas dasmës, pasi që të shtohen kalorit, si të hiqen ato kalori. Do të na mësojnë shumite të përditshmërisë tonë, të karbohidrateve, të kardios, të fitnessit, palestrës, të ecjes. Këtë herë me ne në studio është Hana Bicuri dhe Blen Stavileci, trajner fitnessi, nutricionist, bodybuilder e alo, do më thonë kanë suksese tjera të cilat i kanë arrit. Mirë se ardhët në emision. Mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit nga ana juaj. Unë edhe titullin e kam lënë kur zemra dhe forca stërviten bashkë. Ju të e keni përjetu? Po, bashkë saktë ke lënë dhe e ke ditë saktë që shmina përshkru. Shumë mirë, faleminderit edhe një herë për ftesën, Merita. Është kënaqësimi më konë në emision të jo. Fillimisht dashta mu prezantu pak ma gjatë për veten time. Po, përshmë se gjatë të shumë. Okej. Okej. Veç shkurt, në pika shkurta. Jam trajner fitnessit, po ashtu dhe garuse profesionale në bodybuilding, në garat e mbarkombëtare dhe evropiane, në kategorinë wellness. Do të thonë, unë dhe Blini miremi me fitness që 12 vite. Ato jemi taku, ato zemra tona edhe trupa tonë janë bashku të bëj fitness, edhe kështu na ka shku jeta shumë mirë. Koka kur zemra dhe mendja janë bashkë. Po më duket që kjo është shpjegimi më i lehtë, ha Blen? E vërtet. Ja e kena pas një rastësisht që na taku bashkë dy se kena pasionin e njëjtë. Edhe bodybuilding është çaja që na jetojmë, edhe fitnessi nuk është diçka që bojmë vetë si punë, po kena si lifestyle e jetojmë kështu. Dhe po as lifestyle, vështirë është mandej edhe me bo punën më së miri. E vërtet. Mirë, të flasim pak për arritjet e juaja, para se cilin këto pjesë të tjera që ju interesojnë disa mite, disa të vërteta, dikush të kështu, pala tjetër e të ndryshe. Keni pas sukseset shumë të do me thënë, keni marrë pjesë në gara ndërkombëtare, edhe në fitness, edhe në bodybuilding, dhe i keni sjellë edhe çmime vendit tonë. Jashtë karrierës profesionale që boj me klienta, unë e mirë edhe me garus profesional. Jam vetë edhe garus, jam kampion bërkombëtar në top 12 në kampionat botëror, po ashtu edhe kampion i Kosovës. Hana është kampion e botës 2 herë, është Elite Pro, e kena arrit këto mrena 3-4 vjetëve këta tituj. A të vjeni nati kur kjo është e botës e ti? Jo, nuk e vjeni nati, Hana ka potencial. Jo, në fakt Blini u konë ai që më ka shty drejt garave profesionale dhe u konë ai që ma kalon hapësimin mas pore mu, ma arrit dishka, mas ne e ka pa potencialin, përmendoj e ka shty vetën e vet. Mas pore më kalon hapësimin. Marrë vesh, ashtu që me laf dunjë një tjetër, na? Vallai, jo, e vërtet është ashtu. Po? Unë e kom pa potencialin Hanës edhe kom vendosur që kjo me garu para. Si trajner profesional unë punoj goxha gjatë, kom punu me veten shumë, ama si garuse e kom pa gjenetikën e Hanës e kom vendosur me vërpru me Hanën mas pore, mas ne vetë me vazhdo. Eksperiment. Do në parën kështu se ka potencial, ma shumë kështu, si garuse. Në fakt, s'ka provu, po ka ditë shka kam mranda. Kom pëlqen, do më thonë, kjo mënyrë që po i qitnin pa, mirë po edhe shikuesit e kuptojnë që krejt kjo, do më thonë, po bëhet, me tregu se kur do me arrit diçka, pa pas mirë kuptem, pa pas bashkëpunim, pa e shty njëri tjetrin, qoftë në qifte, qoftë edhe të kjo klientët e tjerë, sepse kjo është rasti që ju jeni qift, mirë po nëse nuk punon shumë, nëse nuk e ke një lloj inati në aspektin pozitiv, po e themi këtë, arritjet natyrisht që mungojnë. Dhe me punë të madhe, gjithçka bëhet e mirë. Tash po ndalemi te kjo pjesa që ju intereson secilit njeri, secili duam që të kemi trup të bukur, mirë po kemi dëshirë që ta arrijmë shpejt atë, për një kohë tepër të shpejtë, dhe këtu shpeshherë i bëjmë gabimet më të mëdha. Cilat janë ato gabime, do të thënë që po i shehni në përditshmëri që i bëjnë edhe ai që është laik në fitness, e që ati pak i falet se ata letë e mëson, por ata të cilët e konsiderojnë vetëm profesionist dhe bëjnë gabime më pas edhe me klientët e tyre. Cili do një përgjigj unë ndaç ti për femrat si punon ekskluzivisht me gra, me femna. Po, në fakt qelsi suksesit për një trup të mirë dhe të shëndosh është konsistenca mas pari. Dush me pas konsistencë dhe disiplinë edhe me pas durim për mi arrit diçka që don ti. Nëse i ki trajner në dur që ta jep planin e ushqimit edhe të ushtrimeve, normal që
kemi pas më të lehtë për mi arrit një trup të mirë. Vetëm që durimi është ajo e cila çdo njeri e nal. Edhe pak të femnat është më vështirë se pak kanë qef sa pak më shpejt mi arrit, e duhet... Kur që janë femnat mashkull që sheshen. Atë folblini tash. Okej. Folblini atë. Kujto, do të thonë që kjo është çelësi i suksesit. Konsistenca, po. Është e para. E para. Unë mendoj që një person para se mi vjetnes mas parë duhet me kuptu procesin që shkon. Duhet me kuptu që duhet me shtu njerë mas muskulore, jo veç me hi, e në kryt vetin për bëj njerë kardio, mas e në ashta definona, mas në shtoj muskuj nuk funksionon që ashton. Baza por është rritja masës muskulore, që e kam në mundësu me hupin dyrë, më konë ma shëndet që me jetu ma gjatë, këtë tjera të vinë me radhë. E ta shkur të takosh me një profesionista që ato ta spjegon të porën, që me të kalzu që shko me funksionu. Jo gjithë profesionistat, normal, është të vërtet. Une çdo klientit më nona mja shtin kry që fitness janë një diçka që dush mi bo se lifestyle. Nuk bëhet fitnessi me sezona, se 3-4 mujtë mund është më ndrejq fizikisht, ama 3-4 javë, se është sport shumë jo falendërus. Me njerë mund është mi upë qatë punë që e bënë shtë. E ta shqysh me gjithë atë formulën, sepse jo të gjithë kanë mundësi që fitnessin ta kenë pjesë tjetës syre, pjesë tjetës së tyre. Qysh me punu edhe para ta të cilët do me thënë bëjnë pauza, kanë edhe planet tjera, por nëse smerët me fitness, aktivitetin fizik në ka lanë Zoti, do me thënë që njeriu në ka kriju me lëviz, njeriu nuk duhet me nejt. Dhe nëse s'mundesh me shku në palestër, e ke mundësin me dal me ec, e ke mundësin me dal me vrapu, sporte, pasionet ndryshme, dhe se cili nëse e vazhdon, po besoj që do t'a kthej në të mirën e shëndetit fizik dhe mendor. Kryesor për një fizik shëndetshëm është ushqimi. 75% e shëndetit është ushqimi. Do me thonë ti shka han, bohësh. Jeta hyn nga goja, kështu është në gjithë. Edhe nëse nuk miresh me aktivitet fizik, vish me dal me ecë dhe me marrë do makro duara për trupin, kanë me regullu hormonet të trupit, kanë me regullu sistemin anabolik, insulinin, shumë probleme që disa individi luftojnë me hapa të doktor të hormoneve, të insulines, shumë probleme që janë të pagu në 7-8 qënërën mujtë mujnë me regullu me 2 qënërë vish një dietë letë mi majtë edhe më konë stabil. Cila është e dietë, edhe pse është plani individual këtë e dim. Por s'po plasim për ata që duan të kryojnë për shembull muskuj, për ata që e kanë një plan të me thonë pak më të personalizum. Unë planet i bëj, zakonisht planet e klientëve i bëjmë pavarësisht qëllimeve që i kanë, se dikush dojnë me rritë gjoksin, dikush vithet më shumë. Krej dojnë me mashkujt me bo muskuj, barkun me qitë shpina. Edhe femna kanë sunimet të ndryshme, ama unë e seni kryesor që du mi bo mas pare me një person kër vjen tonë, është mja ullë inflamacionet, mja rregullu kolesterolin, shëndetin, që me na mundësu neve mase me shtu muskuj, edhe mi bo trupin që na kena dëshirë. Starti më i mirë që mundun me bo dikush është mi rritë sasinë e proteinës. I kërkon analizat fillimisht? Zakonisht hormonale të treshin, të kashin, të që janë shumë të rëndësishme. Po, janë të rëndësishme se në bazë të atyne unë i rregulloj mineralet edhe makrot që me mujtë mi stabilizu mas pari, se një trup i pashëndetshëm nuk reagon në ushqim as në ushtrime. Edhe proteina është një san shumë i thjeshtë që çdo person në botë me bo mi rritë sasinë në çdo shujt, ka mi shpejtu metabolizmin, sidomos na shqiptarët për shembull kur fillojmë me mëngjesin, shumica fillojmë gabim ja nisim me kafe, direkt e dehidrojmë trupin. Sa nuk është kafja protein? Kafja ka kafein, e tash niveli kafeinës pa marrë karbohidrate në dyrna dhe protein, e rrit kortizolin në trup edhe masën kredita shkon. Mirë bre blen veç. Qysh me nis trego ma shta mëngjesin me vetu e pas kafen aty. E vërtet, është pak e vështirë për psiqik, po do sena duhet mi bo për shkak të shëndetit trupit, jo veç ka thot truni kështu. E po mja njësë mingu trunin. Nuk e di, unë që të pak s'po pajtona të më thënë ty. Nala mu ka rëgju kafja. Në kafja me të prek. Ka dhe ma keq. është meritë të rëndësishme edhe një aktivitet mi bo një person qatë aktivitet që i pëlqen. Se nëse hen dikon me zërë... Sa personi aktivitetin që i pëlqen e kanë me nisë mëngjesin në kafe. Aktiviteti durva, jo. Jo aktivitet fizik. Edhe i muskujve. Po mendoj mi bo një aktivitet që edhe i pëlqen në shpirt. Se sa do që shtyn ti me zërë, prap ku nuk e kip si qiken që të pëlqen që a i san, ti s'ki me pas rezultat prap. S'ki me pas sukses e s'ki me qëndru gjatë. Kime e tratu, du me thënë atë, kime tratu vetë vetën, sepse nuk pëlqen, kështu që a konsultoni me klient për shembull dhe me i marrë ato dëshirat e tyre, që me mujtë ato mi zbatu edhe në planin, qoftë ushqimit, qoftë ushtrimeve, të palestrës,
Po. Gjitha tjerat, sepse shumë mirë të këto që duhet me dashtë edhe me gjithë vetë, me gjithë pjesë të mira. Po. Kur një klient vjen të na e zbjegojmë mas pari realitetin që shkon. Se realiteti është që ti dush majtë dietën me gram të kalkulune që me pas rezultat maksimal. Po folë rezultat në ashta edhe ma të shpejt, jo me të shku shumë 3-4 vjetë deri te ta arrin ta ek veç barkin për shembull. 4 vjetë? Pe marë se shembull. E gjithmonë bisedojmë. Që të trupin për 3 muj, s'kom bo kur gjë. Gjithmonë bisedojmë me klienta, e bojmë atlet, nëse ata s'kan dëshirë me hi bashkë shumë strikt, ja gjejmë një mënyrë që ata me pas me atlet edhe me pas prapë ndryshim. Do me thonë, komunikimi të na është sa në kryesor me klienta. Patjetër, por sa e bindni klientin, do me thënë, që këto komunikimet të cilat i bën ja imi zbatun për diçmëri? Zakonisht. Dhe mos më ardhë vështirë. Po, unë kam një farë mënyrë që funksionoj me klientin 2 muajt e parë hi në mënyrë shumë profesionale me gram me gjithçka, kur është shoh që ai jeta. Ai është sigurt që po ti respekton gram. Kur është shoh që jeta nuk pja mundson mi majt çashtu, është shumë i ngarkuar me punë, mas se ja bëj një dietë që më ja lehtësu atij pa kalori, pa interesant, se zakonisht po të nga e leta tek e vështira. Po. Te e vështira se ai vjen i përqendruar, se fillimi nuk dorëzohet. Mandeja leton strategjinë. Që me tarë ma letë, mas ne. Më qeni për Gjakovës rase? Dëtë. Ma mori mendja. Mirë, dallimi do me thonë konsistencë të burrat edhe të gratë. Në fakt, merit, konsistenca është e njëjtë të dy gjinit. Nuk ka për shembull dikush që thotë jo se meshkujt po ecin pak më shpejt në fitness e femrat jo. Trupi është normal që hormonet ndryshojnë, atë pjesë të regon ma mirë dhe blini, se e ka kryat nutricionin, por çdo trup është i njëjtë. Vetëm mjafton më konë në plani mirë i sistemit shekie dhe e kime arrit gjithçka. Nuk dallojnë as të femrat, as të meshkujt diçka më ndryshe. Pjesa e hormoneve, ndoshta e muskujve, e yndyrnave, sepse femrat e dim që kanë yndyrna pak më shumë, sidomos në pjesën e poshtme, mandej barku, do të thonë që është edhe tek meshkujt, por edhe te femrat për shkak të, nëse po e them për shkak të lindjeve, se jam duket është mit, sepse unë shoh që ditën e sotit femrat lindin fëmijët dhe që mbetet barku, nëse ato s'duan më mbet barku. Po. Unë e thash në fillim, rritja masës muskulare preventon shumë sene. Edhe një femër, për shembull, kur ka shumë yndyrë në kohë në shpinë, mundon me pas probleme me insulin, me rast sensitiviteti, me analiza kuptohet shumë lehtë, mundon me pas probleme me estrogen, me prolaktin, emocione vren, se i luajnë shumë shpesh emocionet. Njëjtë është edhe te meshkujt, edhe ata kanë probleme hormonale që i rregullojmë edhe vazhdon trupi mase me pas progres, po konsistenca nuk është, unë më thonë që në 50-50. Dikush që vendos me bo trup e vrejnë më njëherë, shto javën e parë. Se hinë me qatë qëllim edhe duhet mi pagu një farë kredije për mu shpërbly. Kredija është konsistenca në ushqim, në ushtrim. Ta një aleton t'i pak edhe? Ka fund. Mirë, po flasim pak për suplemente, do me thënë, që më varet, ju profesionistët i vlerësoni, disa profesionistë të tjerë nuk është edhe shumë që i vlerësojnë këto suplemente, do me thënë që merren, qofshin edhe vitamina, qofshin edhe mineralet, qofshin edhe steroide, proteina. Ne i dim, do me thënë që ato është e mira të merren përmes ushqimit. Por në anën tjetër i dim se çfarë ushqimi do të thonë kemi në treg, dhe është e pamundur as në cilësinë e tyre, por as në sasi, po flasim për trupa që dojnë të ndërtohen si trupa profesional. Por po flasim për pjesën tjetër që duan ta kenë një trup të zakonshëm. A mund të bën ushtrime, fitness, ecje pa marrjen e këtyre suplementeve të mirat dhe të këqijat? E vërtet, mundesh me pas sukses pa marrë suplemente, ama janë disa nga suplementet që ti nuk mundesh me marrë me ushqim. Për shembull? Për shembull është kreatina, edhe ti nivelin e kreatinës për me marrë 5 gram me suplemente, e marrë vetëm një lugë të vogël, me marrë 5 gram me ushqim dush me hongër deri në 2 kg mjesht kuq në ditë, që nuk mundesh as me hongër, plus me hongër merr kaloritë ekstra që ty kanë me dalën progres. Nivelin e glutamines duhet më hongër shumë mish, shumë ushqim për me arrit mi marrë. O dalë si suplement shkencëtar për fat mirë kanë arrit mi gjetë, e përmirëson sistemin e tretjes, rekuperimin e muskujve. Po proteina si protein mundesh mi marrë dhe me mish, me vezë, me shka do, po për fat mirë dhe ata kanë lehtësu kur s'ka kohë me përgatit ose i duhet si shpejt mi marrë proteinën, gati një file pule mundesh mi marrë me një skup të vogël. Sa është në rregull?
Suplementet. Sepse kur gjen kohë, domethënë me u marr me shëndetin tanë, duhesh me gjetë kohë domethënë edhe me ushqimet ndoshta. Jo një skup edhe marroj puna. Normal, që proteinën. Po në raste caktuar, po ndoshta jo në raste caktuar. Unë proteinën zakonisht të klientat e përdorit e dikush kur ka nevojë me upin dyr. So është një diçka që ti pshan me file pule marr në 400-500 kalori, e me një skup proteini marr vesh 130. Edhe është një cheat code, kështu që një mund dikujt me upin dyr më shpejt, edhe nuk ka side efekte përveç veshkave nëse ti nuk pen ujë sa duhet. Unë është mi ngarku shumë, edhe niveli kreatines nëse është i lartë, edhe si hidratohesh mirë, ka mi marr ujin prej organeve, prej trupit, prej. Duhet me ditë mi menaxhu. Po side efekte s'ka përderisa shkenca e ka aprovu. Për momentin FDA s'ka arrit me gjetë kur gjo, apet mundet me dalë mas 10 vjetë me thonë si për Coca-Colën për aspartam, kur si djetë. Po pra, dhe studimet kur bën për një kohë të shkurt, natyrisht që duhet me prit një kohë më gjatë për me pas rezultate. Por edhe kjo, çdo herë secila pjesë po e ka thik me dy teha që e themi. Ana e mirë dhe patjetër. Me ushqy shëndetshëm e dim që është më së miri. Me mujt me jetu pa strese, edhe pse është e pamundur, pa strese të mëdha. Kjo është më e mira, sepse gjitha këto më pas e prishin edhe atë balancën e hormoneve dhe paraqiten probleme, domethënë edhe në të funksionuarit e përditshëm, edhe në shtimin e peshës, edhe në problemet në humbjen e peshës. Këtu sa arrini domethënë me i menaxhu klientat e juaj, por edhe gjithë të tjerët që duhet me bën një balans të përgjithshëm, ushqim, punë, aktivitet dhe gjitha tjerët. Fakt na me klienta tash edhe më herët që jena shumë komunikus. Gjithmonë flasim edhe në mënyrë psikologjike me ta. Na shta edhe në qatë pjesë pak ja lehtësojmë që mos më pas shumë stres gjatë ditës, mund ndje pak më mirë, po ashtojnë edhe mineralet edhe vitaminat, cila ndikojnë që më ta ullë kortizolin e keq. Gjitha këto ndihmojnë një 10%, 20% që na me pas klienti ma shumë sukses. Te kjo pjesë. Po te burrat? Të burrat të mënoj që është më shumë te kortizoli, me qenë se e përmendi, po e lidhim këta. Të kush, në bazë të asaj, do më thonë studimeve që i ke bërë, të kush kortizoli ngritet më lehtë, të burrat apo të gratë? Të meshkujt nivelit të testosteronit i lartë, jam mundëson me pas imunitet më të fortë dhe me luftu kortizolin më shumë. Gjatë përballojnë më shumë. Që ato dhe se qenë janë më të fortë në ushtrime, goxha. Çfarë bën këtë rast se vrej që këtë testosteronin, do me thënë, e preferoni shumë që të merret te meshkujt? A ka dha negative jo? Testosteroni nëse vendos me marrë në mënyrë artificiale, duhesh me marrë për bazë sene tjera që duhet me të përcjell gjatë ciklit, steroideve. Ka klientë që kanë përdor, edhe e kena monitoru me analiza, kena kështu që shpeshkon sistemi. Zakonisht testosteroni e përdoren të dikush që ka shumë poshtë, edhe përvon 3-4 muaj mi rrit, nuk funksionon, atëherë marrim ekstra dhe se rrit deri 1000 ose 1200 nanogram, atëherë trupi fillon me shtu muskuj, me upin dyr, vetëm që duhet mi monitoru estrogenin, mi këqyr nivele për laktines, fri testosteronin. Janë do sena që i rregullon. Po ato shkojnë bashkaresht, tu e monitoru njëra tjetrën. Se ti mundesh mi marrë një diçka. E rregullon një, por mundesh me prish tjetrën që mund bëj dëm të mëdha. Po, ama ka mënyra ndryshme që ekzistojnë për me rregullu çdo hormon tjetër, për me marrë benefitet maksimale të testosteronit. Mundet me rrit edhe natyral një person, veç merr kohë pak më shumë, se ulja nivelit të yndyrës në trup merr kohë më shumë, të ulin yndyrë ato shtu muskujt rritet e testosteronit, po varet edhe nga mosha. Se prej moshës 35 të nalt fillon me ra gradualisht, edhe të femnat niveli estrogenit, kollagenit fillojnë me ra mas moshës 35, duhet mi luftu me masë muskulare që më najt material. Mirë, ju po i përmendi masën muskulare dhe i përmendet edhe vitet që duhet vitet, do me thënë për me kriju një trup të mirë. Ndërsa pjesa tjetër lajket në përgjithësi, thonë unë për 3 muaj mbaj një dietë edhe po dopsona. Më shku në fitness, po do të shumë gjatë edhe nuk po moj me arrit efektin. Këto duhet një cek, një dishka. Qëta shkum ram pika, po. Shumë mirë që bëne që të pyetje se ka shumë persona që ka përdorë edhe Ozempic edhe gjithçka suplemente, tyre farë medikamente ndryshme, kërën hypen peshore edhe kanë pa peshën të ra, kanë thonë sa mirë. Që është gabimi parë që mundën me bo një person që nuk është profesionist në këtë sport, se ti mund është me hupë masë muskulare në vend të yndyrës. Edhe veç me ra,
me masi, më dok ma i vogël, po domet që kam i kryu, që e dietë, ose Ozempik, ose që ato masi që ki përdorë, unë s'po flas për mirë dhe i përmendje dhe Ozempikun se ka dhe shumë preparate tjera. Bile, Ozempiku bile më është i dëshmum, është shumë e mirë se sa preparatet e tjera, do me thënë që merën për dopsim që nuk dim as ka kam preardjen, as çka ka në to, as çka ka më ndodhë tutje me to. Dame që i përmende, çfarë dame i vinë organizmit, sepse shumë shpejt pas kanë shku minutat e i kam edhe disa çështje. Moment që fillon me hub pesh shpejt, mrena 3 muaj për shembull dikush mundot me hub 20 kg. 20 kg i ndyrë është shumë, se te që aty kemi përfshi diku, nuk mund është krejt. Janë 10 kg shkojmë shembull veç masë muskulare. Për shtë unë i thomë klientave ti mundesh me smëndru hiç me pesh, me ndajt 95 kg, po që aty me shtu muskull me hup i ndyrë të njëjtën kohë. Edhe domet janë të mdhoja se mungesa masës muskulare ka me shëgullu hormonet, ushqimi s'ka me të hongër shumë, insulina ka me shëgullu, edhe mas ne mundesh me bo rebound me shtu pesh hala ma shumë mas qasej faze që ki pas. Që ato është mirë me pas konsistencë 6 dhe 8 muaj mi ajo veti shto, se fitnessi është maraton, nuk është sprint. Mirë the këtë pjesën. Ushqimi ka shumë rol. Po. Qëfar ushqime do me thënë duhet me u gatu? Ju jeni edhe qift, e thamë edhe në palestër, qift edhe në jetën e përditshme. Kush gatu në shpe? Dhe cili tradhton më shpesh? Ndihet e kam fjallën. Roboti po gatu në shpe. Jo, në fakt, nashta ju do këtë çudi që po e lavdojmë shumë një tjetrin, po këtë tjetën e kemi të balancune, dhe me thonë edhe ushimin e bojmë bashkë edhe, po, në fakt edhe kush ka ko. Kështu ma specifikisht Blini ka vest, unë e kam mishin, e qështu shkan, si më randë, që po thu dhe te që shka ko. Vest mishin, a? Po. Unë e malete. Përgadit vest, a? Në gjesen. Mirë. Së është keq. Jo, nuk është keq. Jemi në fund, atë kësaj bisede, qëfar këshilla do me thonë ju jepni atyre të cilët duan të kryojnë trup të mirë, jo do mësdoshmërisht muskuj, sepse jo se cili ka profesion, do me thonë muskuj po, por që trupi të jetë i shëndetshëm dhe që edhe nëse e ndalon për një kohë, po e zëm fitnessin, të mos kthehet yndyra shumë shpejt, sepse kjo është problemi kryesor, që pas ndalimit të ushtrimeve ndryshon gjithçka. Tash lind pyetja, po pse me ndalu ushtrimet? Në fakt nuk duhet me ndalu, duhet me qenë në vazhdimsi, por ndoshta më bot, më lehtë dhe mos me e prish shumë ato që ke investuar ndoshta për një kohë gjatë. Një këshill që unë kisha jap çdo personit është me fillu mas pari me ushqim, me rregullu mi largu pijet me sheqer, mi largu pijet e gazërune që janë më shumë, me fast foodat, edhe më fokusu ma shumë në ushqime shëndetshme si mishi bardh, peshku, mishi kuq, orez, këto shajnë ma pastërt, me përgatit ma shpesh në shtëpi, edhe mi bo analiza çdo 3-4 muaj që mi pa gjendjen që shje mrena për me ditë shka me vepru me trup. Gjithashtu dhe më marrë me aktivitete që ju pëlqen, edhe nëse përmendet atë pjesën që... vazhdimisht të përmend këto me aktivitete që ju pëlqen, edhe mu bon pëlqen. Që mos më bo bajat ajo pjesë. Normal që fitnessi është numër 1. Do me thonë sa ma shumë masë muskulare ti je aq ma shumë i shëndetshëm. Për mund është fitnessin me kombinu me diçka tjetër. 4 herë fitness, 2 herë diçka tjetër që të pëlqen, edhe balancon, edhe nuk bëhet shumë. 6 një ditë pushon sa për krejt javën. Shumë bre. Edhe është rëndësishme nëse i ndalë ushtrimet, që veç nuk bën minal kur qysh, bile mos mishu edhe me ushqim. Adem mi majtë ushqimin që me të metë miruj që atë masë muskulare që e ki pas, se normal që ajo bjen nëse nuk ushtron me kohë, po bile ushqimin mi pas që shduhet. Jo minal kërcanët për njëherë. Ushqimi që shduhet, po i bjen me ongër proteina, do me thënë sa ma shumë, karbohidrate, misht bardh, karbohidrate? Po, edhe yndyrna. Edhe karbohidrate duhet. Çka përfshin ju karbohidrat? Karbohidrat është buka zezë, është edhe buka bardhë, veç e rrit insulinin më shpejt, orizi, patatet, pastat, tonë edhe mundesh me përdorë. 70 gram oriz, 50 gram oriz, ç'a me bë me ato? Duhet me pas timing dur të karbohidrate. Ajo me mashtru synin, mashtrim optik. Jo, ka dieta që të bojnë më një full. Ti nihesh full, nuk lakmon ushqim, nëse sasia e proteinës është e lartë. Po, për shembull, hajde një till.
Mundesh me nis për shembull ves, mëngjes, 4 borda me një të kuq dhe një ris bukë zez, që ka me të bo mundi ma ngit. Po, mëngjesi shumë rregull. Se ashtu mëngjesi mbrana 2-3 ore dilim te drekat e darka. Drek mundesh file pule me oriz me një sallatë ose peshk me patate, që është shumë shëndetshëm. Me s'mi bo kështot me vaj, se i merr 40-50 gram yndyrë ekstra, po mi bo në furr, ose mi përzhit në spray. Të ka zë edhe përgatitje. Edhe në mbrëmje mundesh një skop protein mi pi, ose një përsërit apet peshin, sallatën. Çfarë? Rutinë. Nuk është të komplikuar shumë. Pitja ku e ka vënë? Bashkë kërkon se keni përmendur. Ushqimet e këqija se përmendim se nuk e kena për detyrë. E keqe nuk është mi shiu, ama për organizmin nuk ka benefite. Ti mundesh me marrë karbohidrate që rrisin insulinën shpejt, mundesh me marrë yndyrnat, a ke pa filla nisë të merr gjumi mas pites. E me sallat pulës nuk të merr. Jo, qysh me të marrë, a e qëtë me kajt, me salatës pulës vjen me kajt. E vërtet. Pitet e këto ushqimet fast foodat njerë deri në 2 herë në javë mjaftojnë. Edhe se qëtonës po pajtona me ty, ma mirë një pite se një fast food. Pitën bën një trasos. Se po ta lejon 2 herë në javë. Pitën heq për shembull. Jo që më pëlqen, edhe fast foodin pëlqen domethënë, po ja tepër rrallë. Edhe pitja më pëlqen, po ja tepër rrallë, kam shumë kujdes në ushqim. Mirë po, nuk muna mu bind që një fast food, një hamburger mundet me qenë ma i mirë, as ma i shëndetshëm se një pite e cila gatuhet vetë, apo dhe blet e gatshme. Në këtë pjesë nuk mu bind asë. E vërtet, unë e vi që e përmende një ushqim shembull që ka dhe sasin e proteinit shtu. Gjithçysh proteinën edhe në qitmill. Një klient për shembull po du mi bëni qitmill ato pite ose hamburger, e thom hojeni hamburger se sasia proteinet që i merr i vyn muskujve. Pavarësisht sanave ekstra që i merr me yndyrën aty me që janë të shëndetshme. Me pite i merr 6 gram protein, për shembull me një gjyl komplet. Me hamburger merr 40. Unë e kqyr gjithë ka është muskuli, se që ato e benefite. Apet jo kret keq. Dhe shka mirë ka në atë keqe. Mundona me gjithë. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Shumë faleminderit.